Ky është iPhone Air. Në videon e sotme ju do mësoni se si të krijoni një adresë iCloud tek modelet e reja të iPhone. Fillimisht duhet shkoni tek settings dhe të siguroheni që telefoni është i lidhur me internetin. Më pas do shkojmë tek Apple account dhe do shtypim Don't have an Apple account. Këtu do zgjedhim adult. Do vendosni ditëlindjen tuaj, pra do plotësoni dhënat. Këtu mund të procedoni me adresën tuaj të emailit, nëse keni një adresë Gmail, Outlook, Hotmail e tjerë, ose mund të vazhdoni me numrin e telefonit. Më e thjeshta është me numrin e telefonit, nëse keni një numër që nuk e keni përdorur më parë në një adresë tjetër iCloud. Për pjesën e passwordit të iCloud rekomandohet që të vendosni një gërm të madhe, përdorni numra dhe të përdorni karaktere. Si do ta vini passwordin, sigurohuni ta shkruani diku që ta mbani mend. Jo vetëm passwordin, por të gjithë hapat, që nga fillimi deri në fund videos. Do vendosim numrin e telefonit. Këtu do vendosni kodin që ju erdhi me mesazh në telefon. Do shtypim agree. Dhe do shikojmë që iCloudi sapo u krijua. Por keni parasysh që akoma nuk mund të shkarkojmë aplikacione me iCloudin. Për të shkarkuar aplikacione do shkojmë tek App Store dhe do provojmë të shkarkojmë disa nga aplikacionet që janë falas. Do shtypim install, do vendosim passwordin. Do shtypim require after 15 minutes. Do shkarkojmë një aplikacion tjetër. Këtu do i nxjerrë tabelën Save Password for Free Items. Këtu do shtypim Save dhe në momentin që të shkarkojmë aplikacione të tjera, shkarkimi do vazhdojë në mënyrë automatike dhe instalimi i aplikacionit pa na kërkuar passwordin. Ja, siç e shikoni, TikToku, YouTube dhe Snapchati po shkarkohen. Këto pra janë hapat që ju duhet të ndiqni për të krijuar një adresë të re iCloud tek iPhone-i juaj i ri. Faleminderit.